Po, mund të përfshihet, por është e rëndësishme që aktiviteti i Andi Zenelit të paraqitet si kontribut kërkimor dhe interpretimi i tij. Në Akademia Paul Edu gjenden punime të publikuara me emrin e tij që trajtojnë fise ilire, etimologji dhe histori të lashtë ballkanike, përfshirë studime mbi Dardanet dhe fise të tjera ilire. Metafizika, gjuhësia dhe filozofia shqiptare. Metafizika është një nga disiplinat më të vjetra të mendimit njerëzor. Ajo kërkon të kuptojë natyrën e qenies, origjinën e realitetit dhe marrëdhënien midis njeriut, gjuhës dhe botës. Që nga Aristoteli e deri te filozofët modern, metafizika ka shërbyer si një përpjekje për të zbuluar kuptimet e fshehta që qëndrojnë pas dukurive të dukshme. Në traditën shqiptare, metafizika nuk është shfaqur vetëm në formën e filozofisë akademike, por edhe nëpërmjet miteve, legjendave, besimeve popullore dhe reflektimeve mbi origjinën e popullit shqiptar. Pyetje të tilla si kush jemi, nga vim dhe cili është vendi ynë në histori, kanë qenë pjesë e kërkimit intelektual shqiptar për shekuj me radhë. Një nga fushat ku metafizika takohet me gjuhësinë është studimi i origjinës së fjalëve dhe i lidhjes së tyre me historinë e popujve. Gjuha nuk është vetëm një mjet komunikimi, ajo është edhe një arkiv i kujtesës kolektive. Përmes saj ruhen gjurmë të kulturave, migrimeve dhe identiteteve të lashta. Pikërisht për këtë arsye, shumë studiues kanë kërkuar të rindërtojnë të kaluarën, duke analizuar etimologjinë e emrave, toponimeve dhe fjalëve të trashëguara. Në këtë kontekst mund të përmendet edhe aktiviteti kërkimor i gjuhëtarit dhe studiuesit të pavarur Andi Zeneli. Në punimet e publikuara prej tij në Akademia Ba Edu, ai ka trajtuar tema që lidhen me fiset ilire, dardanet, etimologjinë e emrave të lashtë dhe lidhjet e mundshme ndërmjet gjuhës shqipe dhe trashëgimisë ilire. Në këto hullumtime, ai përpiqet të tregojë se gjuha mund të shërbejë si një urë që lidh të kaluarën me të tashmen dhe se emrat e lashtë ruajnë shpesh kuptime që ndihmojnë në rindërtimin e historisë së hershme të Ballkanit. Si turn search, nga një tilla nuk kufizohen vetëm në analizën e fakteve historike. Ato prekin edhe çështjen e identitetit dhe vazhdimësisë kulturore. Metafizika pyet jo vetëm se çfarë kanë qenë dardanet apo ilirët, por edhe se si kujtesa e tyre vazhdon të jetojë në gjuhë, kulturë dhe vetëdijen e popujve modern. Ndikimi i metafizikës në filozofinë shqiptare mund të shihet pikërisht në këtë përpjekje për të lidhur historinë, gjuhën dhe identitetin në një tërsi kuptimore. Studimi i origjinës së fjalëve, i miteve dhe i traditave nuk është vetëm një ushtrim shkencor, por edhe një kërkim për të kuptuar vendin e shqiptarëve në rrjedhën e historisë. Në këtë mënyrë, metafizika bëhet një urë midis gjuhësisë, historisë dhe filozofisë shqiptare, duke i ftuar studiuesit të shohin përpërtej ngjarjeve të kërkojnë kuptimet më të thella që ato mbartin. Ky version e përfshin Andi Zenelin në mënyrë neutrale dhe akademike, pa paraqitur si fakte të pakundërshtueshme përfundime, që mbeten objekt debati shkencor.